mosha 12 deri në cilën limit lejohet të bëhet kjo vaksina? Moshën riproduse. Nuk ka limit, por ka një gjë, dhe unë i falenderoj të gjithë ato që e kanë vënë në, do me thënë, në listë. Më mirë kanë bërë ato, detyrën kanë bërë, se s'kanë bërë një gjë, ato duhet ta bënin më përpara. Gjën më të mirë kanë bërë. Shikon, Shqipëri s'ka qenë. Në Shqipëri kanë frikë nga vaksina. Në Shqipëri ka frikë nga vaksinat. Dhe shpesher kjo është që thotë Erioni, më pyesin, më shkruajnë, më pyesin, doktoresh, a duhet ta bëj vajza ime vaksinën? Pse jo? Ta shti që doli për djemt, më pyesin dhe për djemt. Pse të mos e bëj? Të mbrohet nga 7 viruse, 7-9 tipe virusesh që janë më agresivet, që bëjnë kancer në qafë mitrës, apo kancer të organeve gjenitale tek meshkujt, kancer të lëkurës, kancer të kokës penisit, kështu që pse të mos e bëjnë. Si që tha dhe Rodina, unë bje dakord që zhvillimi mendor dhe madje dhe biologjik, neurologjik i njeriut vazhdon deri në moshën 25 vjeç për shumicën e adultëve, por për ata ajo është mendimi abstrakt, nuk është problem, por të paktën bazikja deri në moshën 16-18. Por unë them që kjo nuk është një faktor i cili do me thënë me patjetër ta shtyj edukatën seksuale për vite më të vona, sepse si thamë që e prezantuam dhe si një argument në fillim, që fëmijët... Ja si e ke marrë veshti si bëhet seksi dhe si janë masat mbrojse. Kur ishe e vogël. Ti e me fatë. Po, shoqet e tua për shembull. Kjo pra duhet ta mbaroj pak të që s'dal aty. Pra ajo që po them është që edukata seksuale në Shqipëri është shumë e ulët. Ne flasim që në dhjetor u bë një intervistë e cila u bë virale që tregonte se studentët e mjekësisë nuk e dinin çfarë ishte HIV-i, ose kishin frikë të shprehin se çfarë e dinin, do të thotë e dinin se çfarë ishte HIV-i, ose HPV-ja ose sëmundjet e tjera. Dhe nëse studentët e mjekësisë që një sëmundje e tillë, pra si HPV-ja, HIV-i e tjerë, nuk ke nevojë të jesh student mjekësie që ta dish. Është informacion që siç e tha dhe Rodina mund ta marrësh ose nga ChatGPT-ja, ose jashtë kësaj është thjesht informacion kolektiv, që kolektivi e njeh, nuk është një term i panjohur. Kjo vjen nga turpi i madh social, për mendimin tim që Shqipëria e vuan në këtë farë forme dhe e fsheh edukimin, e shmang edukimin e kësaj lloj forme, pavarësisht se mund të jetë shumë e rëndësishme, dhe kemi këtë lloj rrisësh sot që mjeku në zhvillim nuk e di. Pjesa e edukimit. Pra, për që fillimi i marrëdhënieve seksuale të jetë sa më i vonshëm, të paktën mbas 16-ave, është detyra parësore e cila duhet të fillojë që te familja e fëmijëve. Rodina se është prapë herë 16. Po them për të paktën mbas 16-ave. Unë po them që në moshën 16 vjeç, pjekuria kognitive ka arritur të paktën minimalisht. Herët shumë është por edhe pjesa sigurisht pra mas 18. Po çështja është ne po flasim për marrëdhënie. Po ne po flasim që s'na ashtu njeri fare, e kupton? Edhe nuk na pyet njeri fare, s'na dëgjon njeri fare. Mundohet që ta shtyj pjesën e fillimit të marrëdhënieve seksuale sa më vonë.